diplomën muri e bleta për Gjermani gati. Po kryej fakultet 3 vjet, po çoj drasa apo shkriven për 3 vjet. Edhe nuk është më afro një vend i mirë i punës, edhe po vazhdoj për Gjermani. Unë jam Leoni, dhe sot kena me fol për një temë që rastisa me një djalit që e pashëm. E kryen fakultetin, e merr diplomën, e bën CV-n, aplikon gjithka. E në fund e kupton që faleminderit shumë. Do të jemi në kontakt për 2 javë të ardhshme, po është vetëm një metaforë. Vesti shekon i komoronit të venish e imbun. Nuk po them që po ikin me qef, e me lonë gjithçka mbrapa, po kur e shet që mund t'itjen mas mira dikujt tjetër, duhesh me provu fatin. E këta që fillojnë këtë eksperiencë i presin sfida të reja. Një gjuhë e re dhe shumë aventura që nuk e kanë idejnë hiç. Masanej, kemi na kap një farcikleti që duhet të mbri sukses për 2 vjet gjithçyse, nëse jo në një kohë. Ka edhe për atyve që nuk kanë vazhduar fakultet hiç, edhe si zgjedhje të mirë e kanë pa me dal jashtë, që super mirë. Se më mirë më kap me punë sa më harxhu parë ka. I pa që thonë Gjermania o mër vllazën nuk o si përpara. Po. Veç më mirë ishte. Se let's be honest, sot këtë jem të ngajmë të këshy se qysh me bo pare ma shumë gjithë. Po, përpos këtë migrimit që mëshatarët me jënë të e bo, ka edhe prej atyme që kushtet i kanë mirë. Ta shëgojnë super fin prej familjes, ose veç e kanë një qëllë, një jetë mesatare edhe janë knaqër. Po, vlenë cekët që këtë qëtatë që po migrojnë, s'kem qa bojnë pa ta. Po, na bon shatë sa për një 3 muaj, e kur po vinë, po na rrisin ekonomi. E kolegë, bë që ato të jote. Auf Wiedersehen!